Vllai të ndershëm, thot një motor e cila ka shkruajt letrën duke qajt dhe duke kërku prej një hoxhës që t'jape një udhëzim, dhe thot: kam kërkuar unë vdekjen disa herë, por se ne kam gjet. E kam shiju, por se ne kam gjet. Shumë herë kam pi hape pa hapa për me mbi vetën time, pas se ne kam realizu. Pastaj herën tjetër kam marrë dhe i kam thi gotat dhe i kam pre venet e dorës të majt që të vdes, thot se ne kam realizu. Pastaj herën e tretë ja kam vedh revolën vllavit tim dhe kam drejtu drejt gjoksit tim që ta vras vetën time, por nona ime o kon më shpejt se unë dhe ma ka marrë revolën prej dorës dhe kam shpëtu. Thot unë dua të vritna, unë dua të jetoj, nuk kam lumturi, nuk kam harmoni, dua knaci, gjoksi im është plot mërzi, nuk muj me marrë frim, më gjoj një zgjedhje, kërkoj zgjedhje, por thot elhamdulillah, në vendin e punës ku jam shoqëru me një motër, jam njoftue, e cila ishte e udhëzuar, e cila më orientoi drejt rrugës të Allahut subhanahu wa taala, e cila më këshilloi që të pendohem te Allahu subhanahu wa taala, të i drejtohem Allahut subhanahu wa taala. Pastaj i than gjeta lumturi dhe knaci. Pikën e parë që kam shku në shtëpi, thot e kam shim televizorin, e kam gjujt muzikat, pastaj i kam shky fotot e artisteve dhe të artisteve që i kam pas në përmura, si gjithë të rritë që e bëjnë dhe të reja, duke ndruar ata, thot e kam pastru dhomën time, pastaj jam drejtu drejt Allahun subhanahu wa taala dhe kam largu çdo mëkati dhe çdo gjunah prej shtëpisë time.